Po ndihmesa më e madhe për qytetarët e Kosovës do të ishte sikur Albin Kurti do të rriste pagat në sektorin publik, po ashtu që të merrte iniciativë për të ringjallur edhe sektorin privat. Mirë, po çfarë bën ai? Ai e bën të kundërtën, ai jep lëmosh dhe në këmbim kërkon vota. Pra vendimi i sotshëm i qeverisë së Republikës së Kosovës është një platformë për blerjen e votave dhe sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, kjo është një vendim edhe antiligjor edhe i dënueshëm. Megjithatë, qytetarët e Republikës së Kosovës duhet i marrin ato para, por mos t'ia qesin votën këtij njeriu i cili në prag të zgjedhjeve tashmë ka shndruar në platformë joshjen dhe deri në zgjedhje gjithmonë e ka injektimin e frikës. Pra, Zoti Kurti operon me dy platforma. Platforma e parë është ndjellja e frikës, e pasigurisë, e kaosit edhe e krizës, edhe në anën tjetër ofron joshje përmes shpërndarjes të parave. Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që vetëm në këto 2 vjet të fundit, me paratë që i ka shpërndar Albin Kurti të qytetarët, Kosova kishte mundur të ndërtonte një termocentral të ri dhe të pavarësohej nga Serbia me energji elektrike. Pra, ai nuk din të qeverisë, çdo vendim është ad hoc, çdo vendim është i shpejtë dhe çdo vendim e ka vetëm një skadencë për fundimin e zgjedhjeve dhe aty mandej përfundon edhe qeverisja e tij. Po, dëgjoj, paret thash, është shumë mirë që i marrin qytetarët e Republikës së Kosovës dhe padyshim që ato para janë shumë të nevojshme për buxhetin familjar. Megjithatë, Zoti Hamza ka potencuar që kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është rritja e pagave të cilën e premton Bedri Hamza dhe Partia Demokratike e Kosovës me 50%. Pra, rritja e pagave do të ishte jo vetëm e njëhershme, siç janë shpërndarja e këtyre parave, por është rritje konsistente. Pra, çdo muaj qytetarët e Republikës së Kosovës do ta merrnin një pagë, një pension me rritje. Por kjo është një platformë për blerjen e votave të cilën qytetarët edhe një herë duhet të marrin ato para, po mos t'i shfrytëzojnë ato para për vota. Ky vendim i qeverisë është reflektim i gabimeve të njëmasnjëshme që kjo qeveri i bën për kategoritë që sot po i ndihmon me 100 euro. Sektori privat është popi i kësaj qeverie si armik. Diskriminimi në mes të një zyrtari që punon në ministri janë komunë dhe një punëtori që punon në ndërtimtari apo në gastronomi ka qenë mazisë në Afrikë. Ky vendim është fushat zgjedhore. Ky vendim e ka vetëm një qëllim, për ndru menën e një shoqënie, e një populli, e në veçanti të një votuesi në mënyrë që përmes këtyre mjeteve të ndikoj që të merr votë kjo qeveri. Nuk ka logjik me i dhonë 100 euro për sektorin privat e për zyrtarin publik, zyrtarin qeveritar me dhonë një rrogë plot. Pra një zyrtar që i ka 1.000 euro, e ka marrë 1.000 euro, e një punëtor i merr 100 euro. Kjo është diskriminim, kjo nuk është politik, as e majt, as sociale, kjo është thjesht një veprim politik me synime elektorale. Është pa drejt që tipën të shpenzohen 1 miliard euro në blerjen e rrymës prej tregtarëve, tuzharëve ndryshme që merren me këtë punë e t'i kthehen të jepën 100 euro. Në ditën kur secili artikull ushqimor është më i shtrejt, është më vështirë me bo jetën dhe mbi gjitha ka qenë diskriminues për këto kategori. Vjen keq sot kur të mendoj për një pensionist që u dalë sot në pension, e i cili për një javë dit apo një dit nuk mundet me mri pensionin e plot për i merr me 100 euro. Më mirë kishte qenë profesorëve dhe arsimtarëve me një vendim me ndryshu ligjin dhe gjithë ata pensionistë
me marë pensionin e plot gjatë gjithë jetës, e ja me konë me 100 euro. Sot kur mendoj, shumica e punëtorëve që janë veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur dalin pension, që ose ka qenë zyrtar, apo ka qenë mësues, për shkak se nuk e arrin këtë 15 vjeçar, i kthehet me marë për 50 euro më shumë pensionin e veteranit. Kjo është politikë diskriminuese, elektorale, dhe ka qëllim për me mjegullu popullin, me thonë që na jeme ju. Po ti nuk mundesh me konë në shërbim të së drejtës e barazis një dit, e tani 4 vjetë me të pasë jarmik, bile mos për të paheq. Ajo që ishtë dashtë të bëhet, është që 65 milion euro që nja për punëtorët që punojnë në institucione shtetënore, në qeverie, në komuna, në ministri, me i nda për me kriju vendet punës, e një vend i punës krijohet prej 8.000 deri në 10.000 euro. Pra 6.500 vendet punës që shenë krijuar me qëtë veprim. I zhdash me vakt, me ndryshu një nen, dhe të gjithë arsimtarët, profesorët, njerë që për një ditë s'muj me mëri 15 vjetë, me pas pensionin e plot. I zhdash veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, mos me u detyru, me u kthy masi që punojnë në komunë, as i mësues, me u kthy prapë te pensioni i veteranëve për shkak të 50 euro. Është dash me vakt, me i bëj investimet në energji, e mos me i ble 1 miliard euro. Këtu ishin dash me konë veprime. Normal që unë i gzona, që i merë një nonë, një babi dikujt, ka 100 euro që 1.65. Normal që nina mirë që ishe një fëmi, një veterani, apo një fëmi, dikujt që është nevoj, që i merë 100 euro, më gëzën e po. Normal që një lehun, ka nevoj se i në rritë çmimi pelenave, çmimeve qumë. Kjo nuk është që mu mërzit, më gëzën, se ata e në gëzuën, na e në gëzuën. Mirë për më dhemë, kur e di njetin, e njeti nuk është me zbut qatë varfri. Njeti është me mujtë, ja 2 vjet para zgjedhjeve, me mujtë me ja tarla buqao pak, na thojmë, me mujtë me mjegullu pak, e me mujtë me thonë që unë nga t'juve. Nuk mundesh për një ditë me konë afër, e qatë 4 vjetëve, mos me i pa, këto kategori që janë të rëndësishme. E unë për ju thëmë, gjithë njerëzve që i kanë marë. Për hajri ju po Bajrami, inshallah ja u qëtë para Bajrami, e shfrytëzoni për fëmije, për çka do të qekeni, se nuk na ka mërzit kja, as nuk e millënue, që i merrni këto pare. Po këto pare ju kanë shkue edhe fëmijëve në bazë kriterit, të pasanikave, e të njerëzve të mund që se ka nevoj për to. Dhash Zoti, kur as një shqiptar nuk bëhet me ftijaq për 100 euro të qeverisë. Po qeveria punon që ato familje me pas sigurime shëndetësor, me pas pensionin e mirë, me pas punën, me pas tarmen, me mujtë për regjistruhe në qela, me mujtë që kjo është detyra jonë. Detyra jonë nuk me shkip pare, detyra jonë është me përmirësu jetën, ditë për ditë, muj për muj, vetë për vetë. E para nuk është vetëm ligjor, do më thonë diçka një para publike cila nuk është e planifikuar në ligjin e buxhetit, është antiligjore dhe e dëmton rand infrastrukturën ligjore shtetërore, duke marrë parasysh kur kemi tash edhe një qeveri që është në detyrë. E dyta dëshmon që ekonomitë familjare, qytetarët e këtij vendi janë të thelluar në një varfëri të skajshme dhe këtë po dëshmon edhe vetë qeveria. Përveç raporte vendore dhe ndërkombëtare të cilet po kjo qeveri nuk po i bind që është në gjendje jo të mirë, Kosova, këta vetë po i bindin, do më thonë qytetarët që janë në një varfëri të skajshme dhe janë duke përballur me sfidat të papërballueshme ekonomike dhe sociale, të cilat nuk
e zgjidh problemin aktualisht me një 100 euro që japet momentalisht dhe gjithë kjo do të shkojnë në një konsum, do të ketë rritje të importit dhe thëllim të varfërisë dhe kushteve të cilat janë bërë të papërballueshme. Sigurisht do të merren nga buxheti i shtetit, por është muaji 5 kur ne nuk kemi asnjë buxhet të ndarë për projektet e planifikuara për investime kapitale dhe kategoritë e tjera. Dhe mos realizimi i buxhetit në këtë kategori do të shpenzohet në një kategori konsumi. Domethënë këtu para jipen në një segment ku nuk shton vlerë. Domethënë ekonomia prapë do të vazhdojë njëjtë, problemet do të vazhdojnë të njëjta, krizat ekonomike sociale do të jenë të njëjta dhe nuk është zgjidhje e ndonjë problematikës apo zgjidhje e problemeve dhe hallave të qytetarëve që përballen për çdo ditë, por thjesht është një blerje e votës në mënyrën më klasike apo miskine të mundshme. Po është vendimi i tretë që merret në prag të zgjedhjeve që jipen nga 100 e diçka milion, domethënë për shkak të zgjedhjeve. Ky vendim do duhet të planifikohet ose të zgjidhen problemet ekonomike sociale pa pas nevojë të jipen 100 milion. Këtu 100 milion do të mund të shpenzoheshin në shumë forma të tjera, por kjo qeveri si duket ka hek dorë në zgjedhjen nga zgjedhja problemeve të përhershme të qytetarëve dhe në fakt është duke bërë një blerje masive të votës përmes lëmoshave që i ka sjellë pra një krize të papërballueshme.